Këtë radhë kam menduar që ta ndryshoj çik tematikën në profilin tim, jo vetëm duke shkruar vjersha, bede, e ku e di unë si të quhen ato, duke hedhur këngë dhe ato kanë vëndin e tyre, vërtet janë të gëzuara të mira, por nga njerë duhet ndryshuar çik tematika se njerëzit lodhen, murziten, e duke thënë ore këta njerëz nuk u lodhen me të njëjtën punë. Dhe kam menduar që ta ndryshoj çik tematikën duke folur për humorin e bukur piluriot, i cili është një virtyt shumë i bukur, shumë i rrallë që neve na karakterizon nga të gjithë krahinë e bregut. Pra kemi një specifik të veçantë. Dhe këtë radhë do të flas për zigjin e koke dhe koqen e boqe. Duhet thënë e vërteta që në kohën e monizmit vite më para, muslimanët nuk e hanin mishin e derit, qoftë i butë apo dhe i egër. Dhe shumë herë një kuqot me emrin Selman ishte gjatar shumë i madhi dhe vinte shumë, vriste shumë dera dhe vinte në pilu që e shiste, me që ne ishim kaur edhe e shiste tek neve. Po binte shumë e mund të binte 2-3 herë në javë. Ore, tha njëri, po ki Selmani kina griu nga lekët, nuk në la më lekë në gjep. Si drejqin t'ja bim, tha njëri. Shiko, tha, do dhe bim kështu, thaja, që Selmani të mos e kuptoj e fare. Në kohën që do vi Selmani me mushkë, do ve djali do marë zigjin e koke, se zigjin e koke ma e zigjin më me sakë, si peshorja me sakë, se e kish prur nga Anadoli dhe koqen e boqe. Dhe kështu e prua. Vinte Selmani me mushkë, kish një mushkë të zezë, për juj në desh. Deri mund të vinte 70-80 kile, e ku e di unë. Dhe sa vinte Selmani, i bini pilurotët zigjin, sëpatën, thikën ato, gjitha ato aletët që i duhesin për atë punë. Dhe të është, Selman, na zigjin dhe peshe vetë. Të mona thuash, jo e hëngër pilurotu dhe e bërë. Më mirë vla, mik, por logari. Se ne pilurotut, ne nuk i ham ato që të na thuash pasaj, jo na e hëngër pilurotu dhe jo na e bërë. Berë këtu, thë Selmani. Edhe me Selmani, po qarë bërë? I ndryshuan kokën në zigjit. Në qose ajo kokëra ishte kiloshe, pilurot e vunë gjisëm kile, dhe në qose mirje, 5 kile, mish, zigjit të rekonde 2 kile gjisëm. Pra gjisëm për gjisëm. Filon të Selmani, prise më mish, mirë të një letër, edhe shënon të filani, kaq kile. I thosh njeri, jepi një doplo Selmani se është i lodhur nga rruga, është bërë ujnë në djesë. Jo ma jo, thë Selmani, mere pje një, se je i lodhur, i thosh tjetëri. E mirë, nëm 2 kile, thosh njeri, nëm 3 kile, grije njeri, thosh, Selman, po mirë, e vrave veta, po vetu vla, kur do ma vrasi, thosh e, more po të madhe shënjë që ke, more Selman, more, po t'i së falë, e sa e do njeri tja, kur sa e deri që pëse thonë, disa një derë. Qatë po, jam i zotit, thosh Selmani. Në vre mua ti që dojë, thosh e. Pram Selmani, pinde, jepi dhe një dobjo, thosh tjetë dhe Selmanit. Po jepi atë dhe mba. Shmë Selmani, vite në qef edhe, thosh e, nani mor 2 kile edhe beni me zhe, ata pim këtu bashkë. E mirë, shite deri, në fund Selmani bënde spondimin, rezultatin, i mblidh, shikon, i dil deri 20 kile. Morë vëllezër, thosh, do të më thomi histori, thosh. Thosh, na. More deri në Peshova, thosh, në kuq 80 kile. Në pilur më vjen, gjisëm për gjisëm. Po qish kjo purë këtu, thosh? I thot, ja Selmani, thosh, se mishi ka një veti, thosh. Kur e ke vrarë? Po më më dalkë. Po e vrave më dalkë, i thot, që më thot, gjaku 13. 13 gjaku, thot, edhe bie gjithë në shesh, thot. Kështu i thot, mishi ka shumë firë, thot. Kur nuk dhe vrasësh deri natën i thot. Duhet vrarë në mëngjes që levon gjaku.
Se në mëngjes gjaku thot, është në lëvizje, nuk bie në shesht. More, e ndaj thot Selmani modelin, thot do më modelin mishin e pilur gjisëm për gjisëm, herë tjetër pilur jot thot, nuk do vras kur, thot, mish deri në darkë, thot. Dhe kështu Selmani iku me deri nga 80 kile, me 20 kile. Dhe pilur jot të ishin të kënaqur, kështu që bëni simfoni. Pra kjo ka ngellë historia Zigi i Koke dhe Koqe e Boqe.